Familjar, miq dhe koleg i dhanë lamtumirën e fundit aktorit Koço Qendro. Ceremonia e përcjelljes u zhvillua në praninë e shumë personaliteteve të artit dhe kulturës, të cilët nderuan figurën e aktorit. Përgjatë karrierës së tij, Koço Qendro interpretoi 10 role në teatr, estradë dhe film, duke u bërë një nga emrat më të njohur të skenës shqiptare. Kolegët e tij vlerësuan kontributin që ai dha ndër vite në artin shqiptar dhe kujtuan bashkëpunimin me aktorin në skenë dhe në projekte të ndryshme artistike. Sot i japim lamtumirën Koço Qendros, një prej figurave më të rëndësishme të teatrit dhe të filmit. Ne kemi ndjerë dhimbje, ndonse Koços edhe për pak muaj të themi, sepse e kaloi 99 vjetorin, do t'i festonim 100 vjetorin. E do t'ishim shumë të lumtur t'ja arrinim asaj dite, por e humbëm Koçon. Unë kujtoj Frosinën që kam luajtur në krah të tij te Kopraci dhe kam qenë me fat që kam pasur një harpagon të tillë, por publiku i kujton shumë role në film, estradë, teatr, ka qenë një aktor brillant i karaktereve. Ajo që unë duhet veçoj është që Koço për mua ka qenë një mik shumë i mirë, një mik shumë i dashur dhe më dhem shumë sot që mendoj se nuk e kam më. Më ka ndihmuar shumë në drejtimin e punës time duke më dhënë këshilla, më ka ndihmuar shumë në arkivën e teatrit se ka qenë një arkivist i shkëlqyer, më ka ndihmuar shumë në lojën time si artiste. Do më mungoj shumë Koço Qendro. Është një ditë e vështirë për të gjithë ne kolegët e tij. Koçoja jetoi relativisht gjatë. Po ajo që është më kryesor është fakti që ai la pas veprën e tij, la pas rolet e tij. Ai ishte një nga aktorët themelues të estradës dhe teatrit. Edhe ai, ashtu si shumë aktorë të tjerë, njohu shkëlqimin në skenë. Pra, është një nga aktorët që publiku e desh fort edhe që është i vlerësuar veçanërisht nga publiku jo vetëm korçar, po i gjithë Shqipërisë, për atë që ka lënë pas. Sot është një ditë e vështirë dhe e trisht për gjithë artin shqiptar, jo vetëm atij korçar. Xhaxhi Koço, i thosha unë, ishte një nga artistët jo vetëm të jashtëzakonshëm në skenë, por dhe në jetë. Dhe është 2 herë humbje e madhe për një aktor të jashtëzakonshëm, për një qytetar model, për një mik të shtrenjtë, për një mësues të mirë. Përvoja me të do të mbetet e paruar, ai do të mbetet ndër breza si njeriu i cili na ushqeu dashurinë për teatrin, për artin, me modestinë, me madhështinë e tij. Koçon duhet ta shikojmë si qytetar, shembullor. Duhet ta shikojmë si prind të përkushtuar, si artist i veçantë, por dhe si shkrimtar. Edhe atë të fundit që ai se hoqin kur nga dora, historian. Ai bëri historinë e teatrit dhe të estradës. Koçoa vërtet rojti gjatë dhe la shumë mbresa për këtë qytet, por jo vetëm për qytetin tonë, por për gjithë Shqipërinë. Koço Qendro u nda nga jeta në moshën 99 vjeçare, duke lënë pas një karrierë të gjatë artistike dhe 10 role në teatr, estradë dhe kinematografi. Ai do të kujtohet si një prej figurave të njohura të artit skenik shqiptar.